Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi bashkë me kandidatet për deputete Zamira Sinaj e Mjaftesa Sulaj zhvilluar një takim me disa të rinj në Vlorë që votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë bisedës Çuçi theksoi rëndësinë që ka vota për të rinjt edhe pse ajo nuk duhet të shpërdorohet në drejtim të gabuar. Në vijim të diskutimit, Bledi Çuçi solli shembullin e një grupi të rinj që më parë ishin në Partinë Demokratike dhe që së fundmi zgjodhen të mbështesin Partinë Socialiste, duke parë transformimin që është bërë Vlorës dhe punëve që flasin vet. Ne duhet që ta ndajmë me ju, sidomos me ju që jeni votues parë, atë që ne kemi bërë për Vlorën dhe në përgjithësi pastaj për Shqipërinë. Që vota juaj mos të shkoj dëm dhe mos të shkoj për të kaluarën edhe për kthimin mbrapsht, por të jetë një fuqi e shtuar për të ecur përpara edhe për ta vazhduar këtë transformim. Me ju duhet të ndajmë të ardhmen. Me ju duhet të ndajmë vizionin edhe duhet të ndajmë domosdoshmërinë që ne duhet të vazhdojmë në këtë rrugë që kemi nisur, sepse është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë gjë. Dhe vota ka shumë rëndësi. Një grup të rinj të Partisë Demokratike që kanë qenë flak në 2021 për Partinë Demokratike. Po flak, më kanë treguar mua disa video të disa aktivitete që kishin bërë, ishin, domethënë gjithë frymën, gjithë peshën e entuziazmit të fushatës elektorale në 2021, pra në zgjedhjet e kaluara të Partisë Demokratike, kanë mbajtur këta çuna e goca që ishin. Si blok grup erdhën si vjet edhe thanë ne jemi me Edi Ramën, ne këto zgjedhje do jemi me Partinë Socialiste. Pse? I gënyem fare. Fare. As nuk i njihja unë. Unë i kam takuar për herë të parë kur ata kishin vendosur e kishin marrë vendimin që do vinin. Dhe kërkuan ata që të takoheshin. Pse? Sepse janë koshient pikërisht me këtë që unë thash. Me forcën transformuese të Partisë Socialiste për Vlorën, sigurisht dhe për gjithë Shqipërinë. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi kërkoi angazhimin në politikë të rinjve, jo vetëm detyrimisht për të bërë politikan apo për të patur funksione, por për të kontribuar për shoqërinë. Duke sjellë shembullin e zgjedhjeve të vitit 2011 në Tiranë, kur Edi Rama fitoi me 10 vota diferencë, Çuçi theksoi rëndësinë e çdo vote edhe në garën e 11 majit. Mesh politik është detyrimi si qytetar që ke ndaj shoqërisë. Dhe çdo ditë të bësh nga një gjë të vogël për shoqërinë, përveç se sigurisht për familjen tënde. Dhe ky detyrim fillon ke vota. Fillon ke vota. Nuk duhet neglizhuar asnjë votë. Edhe kur të vim këtu si Parti Socialiste të kërkojmë votën mbas 8 vjetësh, mbas nuk e di unë, dhe ta kemi mbushur kupën, ju duhet dini të votoni edhe kundër nesh. Por ama mos e leni votën, mos rini indiferent. Më besoni, është fuqi. Vota është fuqi. Ja solla shembull, ne kemi shembull të gjallë në Shqipëri. 10 vota në 700.000 vota. 10 vota. 10 vota në 700.000 vota. Bën diferencë. Sikur të kishin fjetë gjumë, kishin shku në plazh 2 familje, atë dite, nuk do ishte rezultati, do ishte në të kundërt.